حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ختم الطحاوي رحمة الله عليه. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. Ne besojmë në melaqet e të madhët Allah, besojmë në librat e shenjta, besojmë pejgambert e Allahut Azza wa Jall. Pra pasi që foli se ne besojmë në Allahun dhe ata pjesën më të madhe të librit, dhe është esenca që ka shkruar dhe këtë libër, me besuar Allahun. Pastaj me besu në formë të shëndosh, sepse veç me besu se Zot, me që është tauhidur rububiyya, e besojnë edhe të tjerët, por në tauhidul uluhiyya, në tauhidin e madhërimit, të adhurimit të Zotit, për kushtimet, njerëzit kanë devijim. Tash flet për shtylla tjera të imanit, dhe thot, pra përpos që besojmë Allahun e madhëruar, ne muslimant besojmë në melaqet e Allahut Azza wa Jall. Besojmë në pejgamber, në librat shenjta të cilat u kanë zbritur pejgamberëve. Dhe dëshmojmë se ata pejgamber kanë qenë hak, kanë qenë rrugën e vërtet. Dhe sa të librat që kanë zbritur atyre, u kanë zbritur pa dëshim për të mirën dhe interesin e njerëzve të kësaj dhe të botës tjetër. Pra këtu janë prej shtyllave të imanit, që Allah i madhruar i ka cekur në Kur'an. Amen ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ka besuar Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atë që ka zbrit Allahut, atë që ka zbrit prej Allahut, po edhe muslimat kanë besuar, pra kanë besuar Kur'an. Të gjithë ata kanë besuar Allahun, melaqet e Allahut, librat e shenjta dhe pejgambert e Allahut. Këto janë prej kushteve të imanit. Ka thënë Allah gjithashtu në ajetin tjetër, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Dhe vazhdon ajeti, nuk është mirësi të ktheni fytyrat e juaja pra të drejtoheni nga lindja dhe perëndimi, por mirësi është ta besoni Allahun Azza wa Jall dhe ditën e gjykimit, melaqet, librat e shenjta dhe pejgambert,
Pra Allah i madhruar i ka quajtur musliman, besimtar, ata të cilët i besojnë këto shtylla të imanit. Dhe në të kundërtën, ata të cilët i mohojnë këto shtylla, apo njërën prej këtyne, Allah i ka quajtur qafar, qafira. Sa të dole ta besën Zotin, dhe li të përkushtohet Zotit, por nëse ndë njërën prej këtyre shtyllave që halcek e mohon, ajo është qafir. Për atë arsye ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa man yakfur billah, dhe ai cili bën kufër në Allahun, wa malaikatihi, apo bën kufër në melaqet e Allahut, wa kutubihi, apo bën kufër në librat e Allahut. I mohon të gjitha, apo mohon ndonjërin prej tyre, apo çfarë do forme tjetër të kufrit, e mohon ndonjërin prej tyre, sikurse të krishterët, të cilët e mohojnë Kur'anin. Anë pse besojnë të Tevratën dhe Zeburin, por e mohojnë Kur'anin, futën në grupin e qafarëve. Wa rasulihi, dhe besojnë pejgamberët Allahut. Të krishterët të besojnë pejgamberët Allahut, por që janë para Isaut. Ndërsa pejgamberin tonë të fundit nuk e besojnë. Dhe se të tilë prapë edhe nga kjo kontest, futën në këta jetë dhe në qëfarë. Wal yawmil akhir, dhe ata të cilët nuk e besojnë ditën e gjykimit, e që ka njerëz që i përkasin të 3 feve qellore, njerëz për i tyre, por kur është çështja të ringjallja të ditë e kiametit, janë të dëshimta, me mohojnë, dhe të në qëfarë, e për ata thëtë Allahu, për të atilët, faqad dhalla dhalalan ba'ida, ata me të vërtet kanë humbur shumë. Kanë shku dhe kanë ranë dhalalet, në humner, e kanë devijuar rrugën e Allahut Azza wa Jall. Pra është kusht prej Zotit, jo prej njerëzve, që ne ta besojmë Allahun, me laqet e Allahut krejt, e që ta ne të vlasëm pak ma gjërë për të, pa e daluar asnjë, e të besim librat të Zotit, të besojmë pejgambert Allahut, të gjithë ta besojmë ditën në gjykimit, se kemi me dalë para Allahut për me dhanë llogari, e që pastaj me pas vje xheneti dhe xhenemi. Natyrisht, ka dhe jetë tjera dhe hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe kjo është parim i prerë, se këtu janë prej kushteve të imanit, dhe se mohimi i njërës prej këtyre kushteve është mohimi të gjithave. Prej këtyre haditheve, hadithe Gjebrailit, kështu i quajtur dhe njohur, kur Gjebraili alayhi salam erdhe në formë të një njeriu, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij, duke ndajur dhe ju afër, dhe afër gojtë e tij, afër gojtë pejgamberit u ndygojt, dhe qiti 2 shuplaka të durve mbi gojtë e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe thaja, Muhammed, tregom të mua se çka është imani. Çka është iman? Pra erë në formë të një pyetje, të një njeriu i cili është interesuar me pyet, e që pejgamberi njofi, por nuk e tha asgjë, vetëm se ju përgjigj një pyetje. Dhe thanë të mene billah, iman është me besu Allahun, o me laiketihi, dhe me besuar me laqet e Allahut, o kutubihi o rasulihi, dhe me besuar librat e shajtat Zotit, me besuar pejgambert e Allahut, o yawmil akhir, dhe me besuar ditën e gjykimit, botën tjetër,
wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, dhe me besuar kader, çka do që vjen prej të madhit Allah, mirë se vjen. Në qëtu 6 pika që ne i quajmë shtyllat e imanit, janë konsenzus, janë ujdi, janë pikat të cilat kanë pajtuar në mënyrë të prerë të gjithë pejgamberët e të madhët Allah, nga dita që ka krijuar tokës, Zoti tokën dhe qiejt, dhe ka sjellur njerëz e pejgamber në këtë tokë, që të gjithë kanë besuar dhe kanë thirrur njerëzit në besim në këto 6 pika, e që ne i quajmë shtyllat e imanit, ku pa to nuk mundet me qenë sot musliman, e as në kohën e Isaut, e as të Davudit dhe Sulejmanit, e as të Musaut dhe Ibrahimit, deri të Nuhi alayhi wassalam, dhe deri në fillim të dunjas. Nuk mundet me qenë besimtar. Janë pika të përbashkëta, të cilat janë bashkuar krejt njerëzit që kanë besuar Zotin hak, te bareke wa taala, në krye tyre pejgamberët e Allahut azza wa jall. Pra, dhe librat e shejta kanë thirrur dhe janë ndërtuar mbi këto 6 parime, që ne quajmë arkanul iman, apo shtyllat e imanit. Ka disa prej ulemave tonë, të cilët shtyllave të imanit ja kanë shtuar këtyre 6-tave edhe një, duke i bërë 7 e që e kanë cekur besimin në xhenet edhe në xhehenam, e që vije pas ditës së gjykimit. Por kjo është e vërtetë, është hak se vije pas ditës së gjykimit xheneti, xhehenami, për ndryshe është e pa kuptim dita e gjykimit, veç me dal njerëzit, me dhënë llogari, tani çka më? Pas e tapit llogari, çka? Çka më pas ditës së gjykimit, a do të përfundoj? Çka më bë? Kuptohet vetvetiu se vije diçka me pas, e që është xheneti dhe xhehenami, argumentet janë prera, por megjithatë, këto të dyja, pra kjo shtyllë prej këtyre 2 pikave xheneti dhe xhehenami, futet brenda besimit në ditën e gjykimit, sepse patjetër ndërlidhen me te. Pra ne besojmë në këto shtylla të imanit, të besimit, si musliman ehli sunna wal jamaa, që jemi sunnet me sunnet, dhe pasus të gjematit, gjithsesi tradicionalista, pasus pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shkojmë nga pak pa u zgjeruar tepër në këto pika, në këto shtylla, këto parime, sepse secila prej tyre është ligjërat në veti, bile shumë ligjërata është parim në veti, edhe është shumë i gjerë. Besimin në melaqet e Allahut azza wa jall. Ne besojmë si musliman në melaqet e të madhët Allah, te bareke wa taala, se Allahu ka krijuar melaqe e ngjoj, dhe sa ato melaqe janë krijesa dhe robët Zotit, krijesat Zotit, të ngarkuara kryesisht me çështje të qiejve dhe të tokës. Të mbushura me obligime, me përgjithësi, dhe secila prej tyre ka përgjithësi të veta, të veçanta. Për atë arsye Allahu ka thënë fel mudabbirati amra, fel muqassimati amra, gjithashtu, dhe ato të cilat e dërgjojnë në një farë mënyre këtë kosmos dhe këtë jetën tokë, po edhe lart në qiell. Këto melaqe të cilat Allahu pra i ka ngarkuar me lloj-lloj përgjithësi.
Njerëzit me laçe kanë ngarkuar për njerëz, për të ruajtur njerëzit. Të tjera për të shënuar gjunahet edhe sevapet njerëzve. Të tjera me laçe kanë ngarkuar për rrezikun e njeriut. Të tjera kanë ngarkuar Allahu për kodra dhe për male. Të tjera kanë ngarkuar Allahu Azza wa Jall që të mirën me çështjen e krijimit të embrionit nga dita dhe momenti i parë, deri në formimin e fryte dhe fryres së shpirtit dhe daljes në këtë dynja. Përgjithësi të plota, të shumta, u ka dhënë i madhi Allah, deri te përgjithësi që ka ndodhur në botën tjetër, me laçe të cilat janë të ngarkuara me marrë njeriu shpirtin, me laçe tjera të cilat janë të ngarkuara me pyet njeriu mbrana në varr, me llogaritmën e në varr me marrë pyetje, me laçe tjera të cilat janë të obliguara në botën tjetër, me sill njerëzit në mahshar në vend ku llogaritet njeriu, me laçe tjera të cilat janë të ngarkuara për të shijuar njerëzve të mirat në xhenet, prej fillimit me i prite dera xhenetit e radhazi, me laçe tjera Allahu na ruaj të cilat janë në rojet të xhenemit, e tjera brenda xhenem që janë të urdhëruara me shiju njerëzve xhenemlive xhenemin, dënimet, dhe kështu me radhë. Allahu i madhruar u ka ndarë me laçeve përgjithësi, me laçet e cilat janë të ngarkuara me bajt arshin. O jahmilu arsha rabbike fawqahum yawma idhin thamaniya, që ka thani madhi Allah Azza wa Jall, dhe atë ditë e bashkë arshin fronin e Allahut 8 me laçe, dhe kështu me radhë. Pra, me laçet janë krijesat Zotit, të ngarkuara me obligime, me detyra që Zoti ka ngarkuar. Numrin e tyre nuk e din askush përpas Allahut të madhruar. Ato nuk e thejnë në urdhën e Zotit. Ka prej laçeve që nuk kanë ndonjë përgjithësi në këtë gjithësi, por përgjithësia e tyre është vetëm adhurimi dhe madhrimi i Zotit. Për 24 orë dhe prej ditës që janë krijuar deri ditën e Kiametit kur do të shkatërrohen edhe ato, vetëm e adhurojnë Zotin. Ka prej tyre në kam, të tjera në ruku, të tjera në sejdë, nën stop pa ndërprej i bëjnë Allahut madhrim, tasbih, dhikr, tebareke ve teala. Asnjëherë urdhën e Zotit nuk e thejnë, siç ka thënë Allahu për to, Azza wa Jall, la yastakbiruna an ibadatihi, nuk e rrisin mendjen ndaj adhurimit të Zotit, nuk e numërojnë, nuk pavarësohen ndaj adhurimit të Zotit, pra janë në adhurim dhe në përkushtim tanë jetën deri në momentin e fundit kur do të vijë Kiameti. Prej laçeve kryesore, të cilat i ka cekur, cilat janë cekur në shariatën e Zotit Gjellëshanuhu, janë 3 laçe të mëdha, laçja Gjebrail, Mikaili dhe Israfili, që të trija janë të ngarkuara për jetë. Janë të ngarkuara për jetë, sepse laçja Gjebrail është ngarkuar me shpallje. E shpallja është jetë e zemrave. Zemrat pa shpallje qiellore janë të vdekura. Për atë arsye, Allahu i madhruar e quan Gjebrailin shpirt, sepse i jep shpirt dhe jetë zemrave të njerëzve dhe trupave të njerëzve, sepse jeta atyre në realitet është vdekur. Ani pse ata janë gjallë, nëse nuk e kanë jetën e tyre shpirtërore, apo thonë tash pa ndryshe, jeta e tyre në këtë dynja fizike është e mangët pa jetën shpirtërore. Pastaj Mikaili, i cili është i angazhuar për rrezik, e që në të është jeta e trupit. Gjebraili ngarkuar me jetën e shpirtit, me shpallje,
Mikaili ngarkuar me jetën e trupit me rrezik, sepse pa rrezik, pa furnizim, vdes trupi dhe është jetë. Ndërsa Israfili është ngarkuar me fryje surit për me u shkatërru çdo gjë, por edhe për me u ringjall dhe me jetue në botën tjetër. Dhe ajo është jetë. Pra këto janë 3 melaçet kryesore, të cilat i madhi Allah Azza wa Jall i ka krijuar dhe u ka dhënë secilit përgjithësi që e përbën jetën njeriut të kësaj dhe të botës tjetër. Njerëzit që më të kanë folur bajagi shumë për vlerën dallimin mes melaçeve dhe mes njerëzve të mirë. A thua melaçet si krijesa të mira të Zotit, që të gjithë njerëzit janë këndcënëzës, se melaçet njerëzit që besojnë Zotin hak dhe besojnë këto shtylla që ceku më herët imanit, se ka për njerëz që mohojnë melaçet krejt, e ka për njerëz që i dallojnë melaçet, disa i numërojnë të mira dhe disa i numërojnë të këqija, siç janë për shembull evrejt, e kanë konsideruar Gjibrailin alayhi salam si armik të tyre. Ne s'po flasim këto, po flasim në ata që i besojnë melaçet krejt, e pastaj i besojnë si krijesa të devotshme dhe të sinqerta dhe të përkushtuara ndaj të madhit Allah, kanë debatuar dhe diskutuar se a thua më të mira dhe më të vlefshme, më të ngritura të Zotit janë melaçet apo njerëzit e mirë. Shumë prej ehli sunnetit kanë thënë se njerëzit e mirë janë më të ngritur te i madhi Allah dhe kryet njerëzve të mirë, pejgamberët natyrisht janë të ngritur, më të ngritur te Allah i madhruar se sa melaçet e Allahut Azza wa Jall. E ka prej tyre të cilët kanë thënë se pejgamberët dhe njerëz të mirë gjithsesi janë më të mirë, por për të tjerë nuk e dim, kanë heshtur, e të tjerë kanë thënë se melaçet janë më të mira se sa, më të vlefshme se sa njerëzit, kushdo të qofshin ata. Dhe kështu me radhë i kanë dhënë disa mendime se cilët janë më të mirë dhe kanë provuar se cili prej tyre argumente dhe fakte se cili grup pse njerëzit e mirë më të ngritur te madhi Allah Azza wa Jall në krye tyre pejgamber të Zotit, disa pika, si për shembull Allah i madhruar këtë melaçet i mblodhi dhe urdhëroi që të përkushtohen të binë sejdë Ademit, e nuk ka mundësi me ranë sejdë një që është më i ulët, që është më i lartë, atij që është më i ulët, por vetëm sejdja, se sejdja me kuptu se ato do të nënshtru, pra një farë mënyrën më të ulta se sa Ademi. E të tjerat kanë mendu jo, nuk është kjo argument, ose prej fakteve të cilat i kanë sjellur se melaçet e Allahut edhe me desht nuk din me bo keq, ndërsa njerëzit din me bo keq, e kanë mundësinë e 2 opcioneve të veprave të mira dhe veprave të këqija, kanë epshe, por i luftojnë ato dhe zgjedhin rrugën e mirë, e nuk është i barabartë ai i cili ka mundësi me bo keq dhe nuk bën me atë i cili nuk ka mundësi me bo keq fare, pra ai pari është më i mirë, sepse ka bërë luftë nefsin e vet, ka dhirë njerëz më shumë, andaj edhe është më ngritur te i madhi Allah Azza wa Jall. E pastaj ka për atyre të cilët kanë thënë për argumenteve se Allahu e ka mësuar Ademit të në emnat, pra ka bërë Adem më dishëm, ai që është më i dishëm është edhe më i ngritur dhe më i privilegjuar se sa të tjerë se melaçet. Pastaj ka prej ajeteve argumenteve që kanë sjellur se Allah i madhruar e ka ngritur njerëzit, pejgamberin alayhi salam, por edhe disa të tjerë më shumë se sa çdo krijesë tjetër në tokë të Zotit, e në të futen në këtë kontest futen edhe melaçet e Allahut, pra janë të ngritur edhe mbi melaçet e Allahut. Për shembull, Allahu Azza wa Jall ka thënë në Allah stafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allahu ka zgjedhur familjen, Allah ka zgjedhur Ademin, Nuhin, familjen e Ibrahimit, familjen e Alu Imranit nga e tërbota. E tërbota nuk ka për qëllim edhe melaçet. Dhe kështu me radhë kanë sjellë argumente pra që është një mesele në të cilën ulema janë nalur bukur gjatë dhe kanë shënuar shumë se a janë më të vlefshëm melaçet apo janë më të vlefshëm njerëzit. Sido që të jetë, njeriu
ngritet, përpiqet më ngrit në shkallën e melaçeve dhe ka prej njerëz që janë më të mirë se melaçet, padyshim, se janë pejgamberët e madhët Allah te bareke ve taala, ndërsa në të tjerë fundjes nuk është më rëndësi se a jemi ne më të mirë të Zotit apo melaçet më të mira, më rëndësish me qenë të gjithë të mirë. Ato janë të mira, nuk diskutohet, por për neve diskutohet, andaj ne do të përpiqemi që veten tonë ta bëjmë të mirë, gjithsesi ngritemi në shkallë që Allahu të na cilësoj se njerëz të mirë dhe të na futë në grupin e njerëzve të mirë, ai është për neve më rëndësi e nuk bën me nënçmuar me laçet, natyrisht me thonë se me laçet Allahu ka kriju për neve, ne jemi zotni, aty janë shërptor, sikurse me nënçmu ato nuk bën, sepse janë krijesa shumë të dashura të madhet Allah te bareke ve taala. Pra, në pika shkurta është çështja e besimit në melaçet Allahut azza wa jall, ndërsa çështja tjetër e besojmë pejgamberët e Allahut azza wa jall. Besojmë pejgamberët të cilët Allahu i ka cekur në librat e tij të shejta, apo i ka cekur nëpërmjet pejgamberit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pra në për hadithe, anëpse besojmë që ka dhe pejgamber të tjerë përpas atyre që janë cekur emrat e tyre në Koran apo në hadithet pejgamberit alaihi salam, edhe se emrat e tyre të tjerëve dhe numrin e tyre të cilët nuk janë cekur, nuk e din askush përpas të madhet Allah azza wa jall. Kjo është e kryer numrin e pejgamberëve sakt dhe preciz se ka dërguar Zoti, kur për jetë askush nuk e din. Ka thënë Allah azza wa jall: "Wa rusulan qad qasasnahum alayka wa min qablu wa rusulan lam naqsushum alayk." Dhe pejgamber ka pasur të cilët ne qad qasasnahum alayk, të kemi treguar ty Muhammed për ta, të kemi treguar për ta. Por min qablu ka pas para te që kemi treguar, wa rusulan lam naqsushum alayk, por ka pas dhe pejgamber të tjerë të cilët ne nuk të kemi informuar për ta. E prej pejgamberve e dim se 5 janë më të ngritur se sa pejgamberët e tjerë, e që quhen ulul azmi, e që janë Nuhi alayhi salam për nga historia apo radhitja e tyre, pastaj Ibrahim se kështu kanë ardhur në jetën e tyre fjala nga ana historike, më i vjetër është Nuhi, e pastaj Ibrahim alayhi salam, e pastaj Musa alayhi salam, pastaj Isa alayhi salam dhe së pasti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E këta të pastit janë të cekur në 2 ajete kuranore, e njëri prej tyre është, ka thënë Allahu azza wa jall: "Wa idha akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka." Dhe ne kujtoje kur e morëm prej pejgamberëve besën, por e morëm edhe prej teje. Prej teje, tash ne prej pejgamberëve në përgjithësi, e pastaj ka veçuar 5 në veçanti. Wa minka dhe prej teje, pra te Muhammed 1, wa min Nuhin dhe prej Nuhit 2, wa min Ibrahime 3, wa min Musa 4, wa Isa ibn Maryam dhe Isa i biri Maryamës 5. Dhe këta të 5 i veçoi i madhi Allah prej pejgamberëve të tjerë, dhe këta janë ulul azm, pra pejgamberët më të ngritur, më të privilegjuar, më të dalluar te madhi Allah azza wa jall. E për nga radhitja këtyre të 5-ve nuk diskutohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i pari dhe asnjë askush nuk vije para tina, është më i dashur i madhit Allah, është më i ngritur dhe është zotriu i të parëve dhe të mbrëmve i gjithë njerëzimit. Pastaj vije Ibrahimi alayhi salam, e pastaj vije Musa alayhi salam, e pastaj vije Isa alayhi salam dhe pastaj vije Nuhi alayhi salam. Se të që tjetë nuk është më rëndësia jo, më rëndësia është se këta 5 pejgamber janë pejgamberët më të ngritur të i madhi Allah te bareke ve taala. Por i pse më të ngritur në guxojna me i dallu dhe këtë kemi cekur edhe më herët dhe me lavdua pejgamberët në atë mënyrë, në atë kontekst që më nënçmu pejgamberin tjetër apo me zhvlerësua atë sa do pak duke ngritur njërin. Për ata pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, që kemi cekur edhe më herët, mos dalloni mua prej Musës alayhi salam, mos dalloni mua prej Nusit alayhi salam, që ka cek kemi fol për këto edhe më herët.
Nuk për me dallu pejgamber të Zotit, të gjithë janë të dashur të madhët Allah Azza wa Jall, por realiteti janë se nuk janë të njëjtë ngritur, sikur se melaqet e Zotit, që nuk janë të gjitha të ngritura njëjtë, anëpse të gjitha janë të dashura të Allahut dhe krijesat mira, por Xhebraili dallon prej melaqeve tjera, Israfili dallon prej melaqeve tjera, Mikaili dallon prej melaqeve tjera, sepse Allahu kështu i ka dalluar te bareke wa taala. Pastaj shtylla e tretë e cekur në këtë tekst që ka sjellë Imam Tahaviu rahmetullahi alayhi të nxjerrë për Kur'anit dhe për hadithit, pra ishte edhe besimi në librat e shenjta të zbritura pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. E ne besojmë në ato libra që Zoti xhaleshani ka cekur në librin e tij, Tevratin, Injilin, Zeburin, por besojmë se madhi Allah Azza wa Jall ka dhe libra tjera të cilat i ka zbritur ndaj apo u ka zbritur pejgamberëve të tyre, e cili nuk i dim emrat atyre librave dhe nuk i dim gjithashtu edhe numrin e atyre librave. E puna, pra i besojmë atë libra në përgjithësi se librat shenjta që kanë qenë, mas pari ka pas libra, pastaj këto libra që janë cekur, i besojmë me emra, dhe i besojmë se kanë zbritur atyre pejgamberëve që janë cekur për ta. I besojmë në përgjithësi dhe kaq e nuk jemi të obliguar me fut në detaje për to, ndërsa kur e çështja të Kur'anit madhruar, e kem për të Kur'anit fisnik, e kem për obligim ta besojmë Kur'anin tamam, se është fjalë e madhe të Allah Azza wa Jall, e zbritur nëpërmjet melekut Xhebrail Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe jo vetëm me besue Kur'anin, por edhe me punue me Kur'an, e që është një kusht shtesë ndaj librave tjera të shenjta, se libra tjera të shenjta vetëm i besojmë, por nuk punojmë me to, ndërsa Kur'anin e besojmë, por e kemi edhe obligim të punojmë me to, të punojmë me te. Pra, dhe besojmë pa dyshim se librat e tjera për kohën e vet, e Kur'an nuk diskutohet deri kiamet, janë udhëzim, janë nuri dhe dritë për njerëzimin, deri në ditën e kiametit, janë nur dhe dritë për kohën e vet, ndërsa Kur'ani nuri dhe dritë deri në kiamet, pra ka ardhur sa shfillim për të mirën e njerëzve, të kësaj dynjaje dhe të botës tjetër. Për m'ia rregulluar njerëzve jetën, m'ia bën njerëzve jetën e lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Kaq në pika të shkurtra natyrisht për këto shtylla të imanit, e që ne muslimanët, elhamdulillah për të madhit Allah, i besojmë dhe u përcjellim gjithmonë të tjerëve që nga vazhliu a mësojmë të shtylla të imanit në mënyrë që besimi, imani i besimtarit dhe besimi i besimtarit të jetë i plot dhe të jetë i shëndosh. Allahu na ruajt imanin në zemrat tona, ja Rabbel Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. أكبر فوق كيد